17 qershor. Çfarë lloj lutjeje i pëlqen Perëndis? Mbi kë pra do ta kthej shikimin tim? Mbi atë që është i përulur, ka frymë të penduar dhe dridhet nga fjala ime. Isaia 66:2. Shenja e parë e një zemre të drejtë është që ajo dridhet nga fjala e Zotit. Isaia 66 trajton problemin e disa njerëzve që adhurojnë në një mënyrë që i pëlqen Perëndis dhe disa të tjerëve që adhurojnë në një mënyrë që nuk i pëlqen atij. Vargu 3 përshkruan të ligjt që sjellin flijimet e tyre. Kush flijon një ka, është si të vriste një njeri. Flijimet e tyre janë të neveritshme për Perëndin. Janë një lloj me vrasjen. Pse? Në vargun 4 Perëndia shpjegon. Kur thira, askush nuk u përgjigj. Kur fola, ata nuk më dëgjuan. Flijimet e tyre ishin të neveritshme për Perëndin, për shkak se njerëzit ishin të shurdhër ndaj zërit të tij. Sidoqoftë, çfarë mund të themi për ata lutjet e të cilëve Perëndia i dëgjoi? Perëndia thot në vargun 2: Mbi kë pra do ta kthej shikimin tim? Mbi atë që është i përulur, ka frymë të penduar dhe dridhet nga fjala ime. Nga kjo unë dal në përfundimin se shenja e parë të drejtëve, lutjet e të cilëve janë kënaqësi për Perëndin, është që ata dridhen nga fjala e Perëndis. Këta janë njerëzit mbi të cilët Zoti do të kthejë shikimin e tij. Prandaj, lutja e të drejtëve që e kënaq Perëndin vjen nga një zemër që së pari dridhet në praninë e Perëndis. Ajo dridhet kur dëgjon fjalën e Perëndis, për shkak se ndjen që është shumë larg idealit të tij, që është shumë e cënueshme ndaj gjykimit të tij, që është shumë e pafuqishme dhe i vjen keq për dështimet e veta. Kjo është pikërisht ajo që tha Davidi në Psalmin 51:17. Flijimet e Perëndis janë frymë e thyer. O Perëndi, ti nuk e përçmon zemrën e thyer dhe të penduar. Gjëja e parë që e bën një lutje të pranueshme për Perëndin është thyerja dhe përulësia e atij që lutet. Ata dridhen nga fjala e tij.